Specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Vlorë kapën dhe ndaluan shtetasi në kërkim MD, 24 vjeç, banues në Vlorë, cilin gjykata e Vlorës e ka dënuar me 2 vjet, 10 muaj dhe 28 ditë burgim për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të komisariatit të policisë Sarand arrestuan në flagrant shtetasin XP, 30 vjeç, banues në Korçë, pasi në vendin e quetur Gjiri i Hartës nuk i është bindur urdhit të punojësve të policisë për të ndaluar automjetin. Pas ndalimit rezultoi se ai e drejton automjetin pa leje drejtimi. Specialistët e stacionit të policisë Konispol arrestuan në flagrant shtetasin EM, 30 vjeç, banues në Krujë, pasi në fshatin Shkallë, gjatë kontrollit fizik, ju gjet një sasi e lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa, e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve në drejtorinë vendore të policisë Vlorë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin YSH, 26 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka trafikuar nga Spanja një motomjet. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit NX, 52 vjeç, banues në fshatin Risili, pasi në një objekt që ai ka në përdorim është konstatuar lidhje pa lishme e energjisë elektrike. L, 52 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka kallzuar një shtetase se ai e shqetëson vazhdimisht nëpërmjet celularit. IH, 61 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje në një pronë që e kishte marrë me qera. IQ, 36 vjeç, banues në Itali, pasi ka kallzuar ish bashkëtuesi e tij se ai dërgon në mënyrë të vazhdueshme mesazhe fyese në celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.